Nëse doni, ju I keni ato regjistrimet të kaluarës. Në 2015 unë nuk isha deputet, kam qenë në 2015, kam qenë punoja në presidencë dhe e gjithë qeveria më sulmonte si njëri që s'merr vesh nga politika se mbështesja Donald Trump. Dhe keni emisione publike, përfshi edhe këtu tek ju, që e gjithë qeveria, kabineti, jo vetëm që sulmonte çdo që mbështeste Trumpin, në atë kohë nuk kishte të tjerë për zbërtetës, dhe tallej me ata, por sulmonte edhe vetë direkt presidentin Trump, dhe ka bërë dhe vetë ai, Edi Rama. Po, ja përmendi këtë zoti Bardi në seancë parlamentare. Dhe mund ta verifikoni, 2 javë më parë, me një udhëzim, të gjitha mediat e qeverisë, nga Carlo Bolino te Mero Baze dhe te kjo e këtij Sokol Ballës, të gjitha mediat e tyre, mediat e pushtetit, nga e para tek e fundit kishin sulme ndaj presidentit Trump. Të gjitha në kor, sa ata funksionojnë të gjithë në një vit. Pra ju ftesën për në bordin e paqes, si e shihni? Ftesa në bordin e paqes, ajo është në kuadrin e një organizimi të ri në udhëheqjen e presidentit Trump, I cili vërtetoi dhe ka faktuar tani që ka faktuar tani që ai ka një formë të vetën, është talenti I tij të pushoj luftrat në përbot. Administrata e kaluar ka lënë 7 zona lufte të tmerrshme. Fal administratës Trump, ato janë shuar dhe me këtë hap të ndërmarrë, unë mendoj që është sjell një qetësi në të gjithë botën, se shikoj që ka dhe akuza qoftë edhe për Grönlandën që akuzohet që pse po do ta marrë presidenti. Shtetet e Bashkuara, a janë polici I botës? E gjithë Europa, e gjithë bota sa e ka konflikte, shkon të Shtetet e Bashkuara? Ajo zonë është aty në një pikë tetë e rrezikshme strategjike ushtarake që do të cënonte pikërisht Europën dhe mbar botën, sepse është mund kufi qoftë me kundërshtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të atyre që janë kundër vlerave perëndimore dhe euroatlantike që përfaqëson e gjithë bota. Dhe ata përkërkojnë që të bëjmë punën që ju kërkoni të bëjmë, kjo zonë duhet na kalojë ne që ne të vëmë bazat ashtu siç duhet. Ta në vend që ta bëjnë me vrap, shkojnë dhe e sulmojnë. Një tjetër zhvillim shumë I rëndësishëm në arenën ndërkombëtare ky në fakt edhe çështja e Groenlandës, që do të kemi mundësi për të mësuar më shumë edhe në ditët apo javët në vijim se çfarë do të prodhoj e gjithë kjo iniciativë nisur nga presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump, për cilën do të kemi mundësi për diskutuar edhe ditën e sotme.